6.000 e mojnë Kosovarët. Pse Kosovarët? Po tu bazu unë vetëm e Kosovës, pronari është Kosovës, shumica e stafit është Kosovës. Gjitha ushqimet e Kosovës. Gjitha? Gjitha. A je i sigurt? Po burek? Po edhe burek, po. Po smesa me gjithë në dorë, për shumë me lidh. Nuk do të flas ma tjepër, sepse do t'ju lëm me këtu pamje përrallore. Përshëndetje, sot gjendemi në Ksamil, në një destinacion ku mira vizitorë kalojnë pushimet e tyre. Por, ajo që më la shumë përshtypje është që ky vend është më i preferuar nga kosovarët. Por, ta dim arsyen se pse është më shumë i preferuar nga kosovarët, tani duke vizituar hotelin 6 milje. E janë një me mua. Tash për të na prezantu Hotel 6 milje, unë do të takoj përfaqësuesin e hotelit Dren Imirin. Përshëndetje Dreni, si je? Ai mirë, si u çata. Faleminderit. Udhës si keni kalu? Pak jena lodh, po. Po lëm diçka? Ja, mirë, kemi ardhur. Ky është hoteli 6 milje. Dreni, më trego kur hyna mbrana 6 milje. Çka do të thotë 6 milje? 6 milje e ka kuptimin që ka distancë hoteli jonë me ishujt e Ksamilit. Ma afër? Pra përgjithsisht janë gati 10 kilometra. Me se cilin? Jo, me ishujt kryesor. Po me qëta 3 që janë më të mirë. Po, por no? Okej, kjo e bën, do të thotë pikërisht pse e ka emrin 6. Po, që aty jena inspiru që me ardhë të kjo janë. Super. Tani si duket jemi te recepcioni. Po, vendi ku fillimisht i mirëpret mysafir. A më tregon ky recepcion çfarë kapaciteti ka për t'i akomodu mysafirët që vinë në hotelin e ju? Këto ne mujna mi prit deri 130 persona. Kemi aktive 52 dhoma, për tyre kemi dyshe, kemi dhoma treshe dhe kemi suita për familje. Mirë, çfarë mysafir mund mu akomodu në dhomat dyshe, treshe, suitat? Në dhoma dyshe mundet më kanë qeft, mundet më kanë edhe vetëm një person, ka dikush që ka ardhur me i bo pushimin vetëm. Okej. Dhoma treshe zakonisht janë për familje. Shpi, familje, edhe si tregova i kem suitat janë ma ekskluzive? Po. Okej, Dreni, më tregon, suitat a dallojnë suita prej suitës apo janë gjitha standarde? Suitat janë standard luksos, janë të njëjta, po tash ka klient që don suitën për çift, për 3 persona, ka klient që don edhe vetëm për 1 person. Mirë, po masi është një. Masi është një. Super, unë shumë kisha dashur me shku me i pa të gjitha llojet e dhomave. Tu përfshi suita, dhoma standarde, nishe, dyshe, treshe. Dreni, a na tregon vizitorët, turistat prej nga vinë? Tu bazu jugu i Shqipënis ka turistat për këtë Evropës, s'tan për këtë botës ka pak ma... Na si në Ksamil, si 6 milje, kena turista Amerikan, Angles, Italian, ka Grek. Po kërësisht 6 milje e mojnë Kosovarët. Pse Kosovarët? Po tu bazu unë vetëm e Kosovës, pronari është Kosovës, shumica e stafit është Kosovës. Ushqimi? Ushqimi është shumica e Kosovës. E po atëherë pikërisht kjo është arsyeja që unë kam dëgjuar që 6 milje më shumë ti ka kosovar. Edhe sigurisht që ushqimi, stafi, mikpritja, dojnë më nisin shpit vetë, është kjo? Këtë këto ndikojnë. Okej. Dhe tani Dren, sigurisht kjo është suita, po? Po, kjo është një prej suitave tona, siç po shifet është për një çift. Shumë mirë. Po me mundësinë e personit të tretë, kemi dhe këtë pjesën jashtë. Këtë pjesën jashtë. Wow, sa bukur. Këtu kisha dashur, po garant shifet edhe pamja pe deti. Po, shifet edhe deti këtu. Oh my god, sa bukur, çfarë pamje. Tash unë po du me dal pak edhe me shiu këtë farë energji, këto këtë pamje, se sa bukur po doket. Po ndërkohë po du me të pyet për pjesën e ofertave. A më tregon llojet e ofertave që keni për ata gjithë që po na shohin tani? Po ne i kemi 3 llojet ofertave.
kemi ofertën vetëm me mëngjes, kemi ofertën e dytë me mëngjes edhe darkë, edhe kemi ofertën all inclusive, që përfshin Mëngjes, drejt, darkë. Tu përfshi pishinën, parkimin, gjitha. edhe parkingu është i sigurt. Po. Super, shumë mirë. Dreni dhomat fantastike për çdo lloj kategorie. Çka ka fantastike tjetër kjo hotel? Këtu është pjesa ku shërbet mëngjesi, dreka dhe darka. Këtu zakonisht kalot një pjesë e madhe e kohës të klientëve tonë. Okej. Më tregoni cilin ushqim e preferojnë më shumë ose çka servoni ju, cilat llojet e ushqimeve. Tu bazu që këtu në Bregdet ushqimet e ditit janë freskëta. Dreni thotë që njiheni për ushqimet freskëta të detit. Po, ushqimet kosovare që unë kam dëgjuar që ky vend njihet për ushqime kosovare, pasi që edhe siç shifet, shumica e vizitorëve janë turista nga Kosova. Po, këtu i kem gjitha ushqimet e Kosovës. Gjitha? Gjitha. A je i sigurt? 100%. Me dosh me i vllokuma? Ka lëkuma. Ka. Ka lëkuma. Po burek? Po edhe burek ka. Po smeca me gjithë në dorë, për shembull me gjithë. Këto janë ushqimet që veç janë në bufe, këto s'kisha i kërkan heq se janë. E ndëgjoni, gjithë ata që janë meraklit të ushqimeve të Kosovës, të fillu prej burekut, llokumave, plus speca me gjithë. Edhe që po besoj, mishrat nuk harrohen këto, apo të thotë. Jo. Është menu i hapur? Menu i hapur. Çdo lloj mishi, gjithçka që dëshirojnë me bë porosi? Dreka darka është menu i hapur, prej peshkut, biftek, Gjitha. detit, gjitha. Bravo, një për kësaj. Dreni, çfarë stofi ka 6.000? Sa persona punojnë? 6.000 bëhet prej një stafi dikon të 30 persona. 30 persona. Po, prej tyre një shumicë e madhe është nga Kosova. Mos marru që ka staf edhe prej Shqipërisë. Shumë mirë. Kryesisht bigu të Shqipërisë. Shumë mirë. Dreni thëtë që stafi është i kombinueshëm, Kosovë, Shqipëri, që është një gjë shumë e mirë, kuptova që ju dalloni për ushqimin kosovar, kuptova që i keni afër ishujt. Çka dallon tjetër këtë hotel prej hoteleve të tjera? Këtu bazu që në kuzhinë kemi një shef me shumë përvojë vjeçare, dikon të 25 vite. 25 vite? Po. Mirë. Edhe sot besoj keni mi provu ju vetë ushqimet të darkë. O, kam knacin me shiju atë ushqim. Nacia është e jona. Dhe tani të pishina që unë pishof mi tuk noq, më tregon sa e frekuentojnë turistat pishinën, apo e kanë ma shumë qef detin, ose sa korrin këto? Varet e pi njerëzve tash se shumica shfrytëzojnë detin ma shumë, një pjesë e madhe për tyne, po mos harrojnë që edhe pishina është shumë e shfrytëzueshme gjatë ditës. Sigurisht, po, e mramje? Po, deri në ora 8 mbrëmje, pishina është në shfrytëzim turistave. Po plazhi sa është larg prej juve? Plazhi pej këtu, pej hotelit tonë, është dikon 5 minuta në kam. Veç 5 minuta? Veç 5 minuta. Shpesheni erdha tek plazhi, me qëllim me pa distancën nga hoteli 6 milje deri me këto, ku unë i bona vetëm 5 minuta, por nuk do të flas më tepër, sepse do t'ju lëm me këto pamje përrallore. Miropafshim në destinacionin tjetër bashkë me gazetën Demos. Ciao.